Një ditë pas tragjedisë së rëndë në Qorret të Kavajës, ku një aksident në kantier ndërtimi mori jetën e një punëtori dhe plagosi një tjetër, autoritetet kanë ndërmarrë masa të menjëhershme ndaj përgjegjësive të kësaj fatkeqësie. Ngjarja ndodhi gjatë shmontimit të një skele në një pallat ndërtimi, ku 59-vjeçari me inicialet HP humbi jetën në vendngjarje, ndërsa 36-vjeçari SH pësoi dëmtime të rënda në këmbë dhe aktualisht ndodhet nën kujdesin e mjekëve jashtë rrezikut për jetën. Policia e Kavajës në bashkëpunim me prokurorinë e Durrësit ka arrestuar drejtuesen teknike të punimeve 68-vjeçarin me iniciale EX banuese në Tiranë. Ajo akuzohet për shkelje të rregullave të mbrojtjes në punë, një vepër që ngre shqetësime serioze mbi standardin e sigurisë në kantieret shqiptare. Ndërkohë janë shpadur në kërkim dhe 2 persona të tjerë të lidhur me aktivitetin ndërtimor, administratori i firmës shtetasi ED, 53 vjeç, banues në Golem të Kavajës, si dhe inxhinieri i kompanisë ndërtuese 31 vjeçari MSH. Sipas njoftimit zyrtar të policisë, po vijojnë hetimet për të dokumentuar të gjithë zinxhirin e përgjegjësive që çuan në këtë ngjarje të rëndë, ndërsa materialet procedurale janë referuar në prokurorin pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Durrës.